gjyshi për mua është ndoshta edhe më shumë se sa figura e babit. E kone lidhe me gjyshin, po. Shumë. Periudën që usmor se ka dek 98 vjetë, që shala tonë i gëzojmë 98 vjetë, si hysha për dire, ma vajke, u dhez shpia, erdh dile, erdh drita. Më ka dasht shumë, ka vlerësu shumë, edhe ka me bat pa mundër që a i ka shkrujt 8 vepra, 8 libra me historinë e tij, rrjenjët familjare, poezi për jetën edhe historinë e familjes. Edhe nuk me lanë mu harru këllaj gjyshin jam. Se e meriton. Se lenti se e ki... A ka në burë shumë i mirë. Edhe... nuk e di. Mungan, shpesh herë flas me ta, i hapi fotot. Ka jo ne aji e shoka kesh, kam thot, oj budale, hetë se jeta është e bukur, bon edhe ti 98, si une. Sa mirë me jetu qështu me emocion, her me kajt, her me kesh. Po, mendoj që pavarësisht vujtjeve që kanë pas gjyshrit e mi, se nuk e kanë pas jetën ma të letë në botë, edhe janë kanë edhe të pak diskriminum prej komunizmit, pleshnin e kanë pas në barë, se janë kanë shtetas Amerikan, e kanë udhtu 6 muaj në Amerikë e 6 muaj në Shqipëri për 16 vjetë.